El-Berrau ibn Malik El-Ansari. Mos e caktoni El-Berrau në krye të ushtrisë muslimane, nga frika se ai do t'i marrë në qafë ushtarët musliman për shkak të guximit të tij. Omer ibnul Hatabi. Ishte flok prishur, trup vogël dhe tatanik. Në shikim të parë, syri e shikon me përbuzje dhe neveri. Mirë po, megjithatë, ai mbyti 100 pabesimtar vetëm në 2 luftim, përveç të tjerëve që kanë mbytur në hovin e luftës me luftëtarët e tjerë. Ai ishte trim i guximshëm, për të cilin Omeri u kishte shkruar më këmbësve të vet në të gjitha anët që mos ta caktojnë në krye të ushtrisë muslimane, për shkak të frikës se ai do t'i marrë në qafë ushtarët për shkak të guximit të tij. Ai është El-Berrau ibn Malik El-Ansari, vëllai i Enes ibn Malik El-Ansariut, shërbëtorit pejgamberit alayhis salam. Nëse ja nisim t'i numërojmë heroizmat e El-Berrau ibn Malikut, lypset një kohë e gjatë dhe hapësirë e gjerë. Për këtë e shohim të arsyeshme që të përmendim këtu vetëm njërin prej heroizmave të tij të shumt, dhe kjo të rrëfen edhe për trimëritë e tij të tjera. Kjo ngjarje fillon në çastet e para të vdekjes së pejgamberit alayhis salam dhe ngritjes së shpirtit të tij tek krijuesi i tij. Atëherë kur fiset arabe nisën ta braktisin fenë e Allahut xheleshanahu, grupe, ashtu sikurse kishin hyrë në të grupe, saqë nuk mbetën në fenë islame vetëm banorët e Mekës, Medinës, Taifit dhe disa grupe aty këtu, në zemrat e të cilëve Allahu xheleshanahu e kishte ngulitur besimin. Ebu Bekër es-Sidiku ju kundërvu kësaj kryengritjeje shkatruese dhe qëndroi para saj si malet. Për shuarjen e saj ai përgatiti 11 ushtri për ensarve dhe muhaxhirëve. Komandantëve të ushtrive u dha 11 flamuj dhe i dërgoi në anë të ndryshme të gadishullit arabik që t'i kthejnë renegatët në rrugën e drejtë dhe të vërtetë e t'i detyrojnë devijuesit të kthehen në rrugën e vërtetë islame edhe me përdorimin e shpatës. Tradhtari më i fuqishëm dhe me numër më të madh thittarësh ishte Musejlemetul Kedhabi nga fisi Benu Hanife. Nga gjiri i popullit dhe i aleatëve të tjerë, Musejleme pati sukses të bojë rreth vetes 40.000 luftëtar të rrept. Ata e kishin përkrahur për shkak të lidhjeve fisnore dhe jo për shkak të besimit në të. Disa prej tyre thoshin: "Dëshmoj se Musejlemi është gënjeshtar, ndërsa Muhamedi është i sinqert. Mirë po, gënjeshtari i Rebias është më i dashur për ne se i sinqerti i Mudarit." Musejlemeja ishte ngavënjur kundër ushtrisë së parë të muslimanëve në udhëheqjen e Ikreme ibn Ebi Xehlit dhe i kishte detyruar atë të zbrapset. Për këtë, Ebu Bekër es-Sidiku u detyrua të dërgojë ushtrinë e dytë në udhëheqjen e Halid bin Velidit, në përbërjen e së cilës ishte një numër i madh i sahabëve të pejgamberit alayhis salam, prej ensarve dhe muhaxhirëve. Në krye të tyre ishte El-Berrau ibn Malik El-Ansari dhe një numër i trimëve musliman. 2 ushtrit u takuan në tokën e Jemames në Nejd. Pas një kohë fare të shkurtër, ushtria e Musejlemes tregoi përsi të dukshme ndaj ushtrisë muslimane. Ushtarët musliman filluan të tërhiqen nga pozitat e tyre, derisa thittarët e Musejlemes e morën tendën e madhe të Halid bin Velidit dhe e nxorën atë me themel. Në atë rëmuj gati sa nuk mbytën edhe gruan e tij, sikur të mos e merrte në mbrojtje njëri prej palës kundërshtare. Në atë moment muslimanët e hetuan se u kanoset rreziku i madh dhe e kuptuan se nëse ata pësojnë disfat para Musejlemes, Islami nuk do të më këmbet pas kësaj dite dhe Allahu i vetëm nuk do të adhurohet më në gadishullin arabik. Halid ibn Velidi pa humbur kohë ngritë dhe bëri riorganizimin e ushtrisë së tij. I dalloi muhaxhirët nga ensarët, ndërkaq fiset nomade arabe i ndau veç. I tuboi bijtë e çdo babai në një flamur me qëllim që të shohë rezultatet e secilës palë në luftë dhe prej secilës anë po goditen muslimanët. Në mes të dy palëve u zhvillua një luftë e ashpër, të cilën muslimanët nuk e kishin përjetuar më parë. Populli Musejlemes qëndroi në fushë të betejës sikurse malet e larta dhe nuk e pliksoi as pak e dhëna se në mesin e tyre kishte shumë të vrarë. Në atë luftë muslimanët treguan heroizëm të paparë dhe sikur të tuboheshin të gjitha ato heroizma, do të ishte njëra prej epopeve më të bukura në historinë e njerëzimit. Ky është Thabit ibn Kaisi, mbartësi i flamurit të ensarve, njeri që përgatitet për vdekje, pret qefinin dhe ja hap vetes një grop në tokë, zbret në të deri në gjuhë dhe qëndron në pozitën e tij, duke mbrojtur flamurin e popullit të vet,
derisa bie dëshmor. Ky është Zeid ibn al-Hatabi, vllai i Omer ibn al-Hatabit radiallahu anhu, duke u bërë thirrje muslimanëve. O ju njerëz, shtrëngoni dhëmbët, sulmoni armikun tuaj dhe shkoni përpara. O ju njerëz, betohem në Allahun se nuk do të flas më pas kësaj fjale, asnjëherë, derisa të pësoj disfat Musejlemeja, apo unë të takoj Allahun dhe t'ja paraqes atij faktet e mia. Pas kësaj e sulmoi armikun me tërë fuqinë dhe luftoi derisa ra dëshmor. Ky është Salimi, robi e Ebu Hudhejfes. E mban flamurin e muhaxhirëve dhe populli i tij ka frikën se mos do të dobësohet apo do të luhatet dhe i thot: "Ne kemi frikë se mos do të kalojmë ty." Kurse ai u përgjigj: "Nëse më kaloni mua, sa mbartës i keq i Kuranit jam unë." Pastaj u vërsul mbi armiqtë e Allahut derisa u plagosë rënd. Mirë, po heroizmat e të gjithëve janë të vogla, në krahasim me heroizmin e El Berrau ibn Malikut radiallahu anhu. Halid ibn al-Velidi, kur pas e zjarri i luftës sa vinte bëhej me nxehtë, ju drejtua El Berra ibn Malikut dhe i tha: "Shko tek ata, o djalosh i Ensarve." El Berrau ju drejtua popullit të vet me këto fjalë: "O populli i Ensarve, mos të mendoj askush prej jush se do të kthehet në Medinë. Nuk ka Medinë për ju pas sotit. Ekziston vetëm Allahu i Madhërisëm e pastaj xheneti." Pastaj u vërsul si vetë tima mbi pabesimtarët, e me të u vërsul edhe populli i tij. Si vetë tima i shpërthente radhët dhe me shpatën e tij të mpret, i prente qafat e armiqve të Allahut, derisa u lëkund dheu në këmbët e Musejlemes dhe i tharëve të tij. Prandaj kërkuan shpëtim në kopshtin, që u njoh në histori më vonë me emrin Kopshti i Vdekjes, për shkak të numrit të madh të vdekurve në atë ditë. Kopshti i Vdekjes ishte i gjerë dhe me mure të larta. Musejlemja dhe disa mijëra ushtarë të tij hyn brenda. I mbyllën dyert e kopshtit dhe mbroheshin në saj të mureve të tij të larta. Pastaj filluan t'i gjuajnë muslimanët me shigjeta, të cilat binin sikurse shiu. Në këtë situatë pa shtekdalje, u paraqit heroi dhe trimi i muslimanëve, El Berrau ibn Maliku dhe tha: "O popull, më vëni mua në një mburoj dhe çojeni lart mburojen me shigjeta, e pastaj më gjuani në kopësht afër derës. Ose do të bie dëshmor, ose do t'u hap derën juve që të hyni brenda." Sa çele mbyll syt, El Berrau ibn Malik u ul në mburoj. Ishte thatanik dhe i lehtë. Për një çast e ngritën atë 10 shigjeta dhe e hodhën në kopshtin e vdekjes, në mesin e disa mijëra ushtarëve të Musejlemes. Ai zbriti mbi ta sikurse rrufeja. Luftoi me ata para derës së kopshtit me shpatën e tij derisa i mbyti 10 prej tyre dhe e hapi derën. E në trupin e tij kishte mbi 80 plag prej gjuajtjeve me shigjeta apo nga të rënat me shpatë. Muslimanët menjëherë vërshuan si bletët në kopshtin e vdekjes nga muret apo dyert e tij dhe i shtinë në veprim shpatat e tyre në qapat e tradhtarëve, të cilët ishin të mbrojtur nga muret e larta të kopshtit, derisa i vranë afër 20.000 veta dhe arritën deri tek Musejlemja dhe e mbytën edhe atë. El Berran e morën shokët e tij dhe e dërguan te tenda e vet që të shërohet nga plagët e marra. Halid ibn al-Velidi ja shëroi plagët për afër një muaji, derisa Allahu e shëroi dhe u amundsoi muslimanëve fitoren nga duart e tij. El Berra ibn Malik el-Ensariu vazhdoi të kërkoi rastin të bjerë dëshmor, rast ky i cili nuk ju dha në kopshtin e vdekjes. Ai vazhdoi të marrë pjesë në të gjitha luftrat, njëra pas tjetrës, duke dëshiruar të realizojë dëshirën e tij të madhe për të takuar me pejgamberin e tij fisnik, deri kur erdhi dita e çlirimit të Tusterit, një vend në Persi. Persianët ishin strehuar në një kështjellë të lartë. Muslimanët e rrethuan kështjellën nga të gjitha anët. Por meqense rrethimi vazhdoi një kohë të gjatë, persianët u gjetën në pozitë të palakmueshme, kështu që filluan të lëshojnë zinxhir të hekur të prej mureve të kështjellës, në të cilët ishin lidhur çengele të çelikt, të nxehura në zjarr, të cilat nguleshin në trupat e muslimanëve. Pastaj ngritnin ata, ose të vdekur, ose para vdekjes. Një çengel i tillë kishte kapur Enes ibn Malikun, vëllan e El Berrau ibn Malikut. Po sa e pa, El Berrau kërceu në murin e kështjellës. E kapi zinxhirin, i cili e çonte vëllan lart dhe filloi ta heqë çengelin prej trupit të tij. Ndërkohë dora e tij filloi të digjet dhe të nxjerrë tym. Mirë, po ai nuk e ndjeu dhembjen e dorës së vet, derisa e shpëtoi vëllan nga vdekja e sigurt. Ra në tokë, pasi dora e tij kishte mbetur vetëm kock, sepse mishi ishte djegur. Në këtë luftë,
El Berrau e luti Allahun xhaleshanohu që të bjerë shahid, dhe Allahu xhaleshanohu ju përgjigj lutjes së tij, sepse në përfundim të luftës ai ra shahid, i gëzuar nga takimi i tij me Allahun e Madhërisëm. Allahu xhaleshanohu e zbukuroft fytyrën e El Berra ibn Malikut në xhenet dhe le ta kënaq në shoqërinë e Muhamedit alayhis salam.